Zëvendës kryeministrja Belinda Balloku, njëherë është ministre infrastrukturës dhe energjisë, u paraqit të mërkurën në seancën parlamentare për herë të parë pas marrjes së pandehur nga SPAK për tunelin e Llogaras. Deputetët e opozitës reaguan menjëherë duke braktisur sallën në shenjë proteste, ndërsa Balloku përqendrua në mbrojtjen e qëndrimit të saj para drejtësisë dhe në kritikat për dy standardet e opozitës. Në fjalën e saj, Balloku bëri të qartë se nuk do të flasë për akuzat të SPAK-ut, duke theksuar se nuk do të prononcohet kurrë për çështjen e hetim. Besoj thellësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt i vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, është duke kryer misionin për të cilin u reformua. Nuk do prononcohem kurrë për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plot, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Balloku kritikoi opozitën për një qasje të dyfisht. Kur SPAK thret Saliun dhe Lozni ku kam qefti me zarfin, i cili është zarfi që pret 15 vite populli shqiptar për drejtësi, për një vrasje shtetërore në 21 janar, atëherë SPAK-u ndikohet nga Edi Rama. Kur SPAK-u thret Sali Berishën dhe e mban me arrest shtëpie për ditë e për muaj, dhe më pas kur sot është i pandehur në GKO për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë, atëherë Edi Rama e ndikon SPAK-un. Ajo refuzoi gjithashtu të komentojë mbi pretendimet për shkelje të parazisë në tender, ku akuzohet se ka anuluar tenderin e parë prej 140 milionë eurosh dhe ka diktuar fituesin e tenderit të dytë prej 190 milionë eurosh. Debati në seancë u tensionua kur deputeti i opozitës Agron Shea i ndërhyri duke kërkuar përgjigje të qarta. O Agron, nuk bëhet politika me selfie, Agron, nuk e bëhet me selfie. Largoni dhe lini sallën. Jeni të preashtuar nga seanca. Nuk bëhet me selfie. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën. Pronar i call centerave. Kaq do ngelesh. Nuk do bësh dot politikan. Do jesh një pronar i vogël i call centerave që nuk paguan sigurimet shoqërore dhe i mban ata dje me vajza me rrogë më pak se minimalja. Pas ndërprerjeve dhe debatit të fortë, Sheha u përjashtua nga seanca, i cili vijoi me kërkesën e deputetëve të opozitës për të mos përjashtuar kolegët që ngrenin zërin. Fjala e Ballokut la të kuptohet se ajo do të mbetet në detyrë dhe do të ruajë neutralitetin ndaj çështjeve që janë ende në hetim nga SPAK.